Me Selanikun lidhet një ngjarje shumë e rëndësishme për shqiptarët e Greqinë. Ajo e 26 tetorit 1912, kur komandanti turk me kombësi shqiptare e generali Hasan Tasim Pasha Mesarea i adhuroi grekëve dhe jo bullgarëve qytetin e Selanikut. Hasan Tasim Pasha, pasi u adhuroi grekëve Selanikun, u largua në fillim për në Francë, e më pas në Zvicër. Ai vdiq në vitin 1918 në Lozan, aty ku dhe u varros për herë të parë. Në vitin 1937, eshtrat e Hasan Tasim Pashës u zhvarrosën dhe u varrosën për herë të dytë në varrezat e shqiptarëve në Selanik, në varin familjar Mesarea. Pasi u prishën varrezat shqiptare me 1983, përsëri u zhvarros dhe u rivarros në varrezat e Malakopit, ku eshtrat qëndruan për 23 vite. Në tokat ku gjendeshin varrezat e shqiptarëve në Selanik u ndërtuan pallate, rrugë e një pjesë me tilulishte dhe njihet me emrin Parku Triandëria. Më 2006 eshtrat e Hasan Tasim Pashës do të zhvarroseshin për të tretën herë për t'u rivarrosur këtë herë me nderimet e larta ushtarake, bashkë me eshtrat e djalit të tij Qenanit në Muzeun e Luftërave Ballkanike, që ndodhet 25 km larg Selanikut, në drejtim të qytetit të Edesës. Ndërtesë që është kthyer në muze, ka shërbyer për bisedime midis general Mesarias dhe komandantit të ushtrisë greke Konstantinit nga 25 deri në 26 tetor 1912. Hasan Tasim Pash Mesarea kishte 7 fëmijë, prej të cilëve vetëm 3 jetuan, 2 djem dhe 1 vajzë. Njëri nga djemtë e tij, Qemal Mesarea, ka qenë ambasador i Shqipërisë në Athinë më 1933. Ai u martua me një greke dhe vdiq në 1968. Vajza e vetme u martua në Turqi, kurse djalli tjetër i Hasan Pashës quhej Qenan Mesarea. Generali e Hasan Mesarea ka shërbyer si komandant i përgjithshëm i trupave osmane në Yemen, Siri, Irak, Kipro, Kret dhe në Selanik. Gjatë kohës që ka shërbyer në Kret, ai lidhi miqësi me Venizelon, i cili pas dhurimit pa luftë të qytetit të Selanikut e ndihmoi më vonë familjen Mesarea që të largohej për në Francë dhe të fitonte shtetësinë greke. Hasan Tasim Mesarea i përket ajkës së shqiptarëve që kanë studiuar në shkollën e mesme Zosimea të Janinës, siç dihet në këtë gjimnaz kanë ndjekur mësimet Konstantin Kristoforidi, Ismail Qemali, Hoxh Hasan Tasimi, Ali Aslani, Abedin Pashdino, Naim dhe Sami Frashkri, Salini Vica, Alessandro Gjuvani e të tjerë. Historia e Hasan Tasim Mesareas është një nga historitë e shumta të ushtarakëve shqiptar që i kanë shërbyer ushtrive të huaja. Rrugëtimi i tij nisi në vitin 1845 në fshatin Mesarea në jugun e Shqipërisë, në rrethin e kolonjës dhe përfundoi në 2006 në veriun e Greqisë, pikërisht në Selanik. Historianët grek çlirimin e Selanikut ja dedikojnë pikërisht komandantit të ushtrisë greke Konstantin apo Venizelosit. Për këto merita janë të pavlera përpara aktit human që generali Mesarea preferoi më mirë dorëzimin me nder sesa të derdhë gjakullum. Në çastin e dhurimit të Selanikut, general Mesarea kishte 26.000 ushtarë në komandë dhe preferoi më mirë të shpëtonte jetën sesa të vriteshin. Kështu pas luftimeve të gjata midis forcave turke dhe forcave të ushtrisë greke në Greqinë e Veriut, u arrit armëpushimi. Generali turk me kombësi shqiptare më 26 tetor 1912 firmosi dhurimin e qytetit grekëve dhe bu përgatitej të largohej bashkë me ushtrim për në Turqi. Me 27 tetor të dërguarit e kryegeneralit të ushtrisë bullgare, Teodorov, duke mbajtur flamurin e bardhë u takuan me general Hasan Tasinin. Bullgarët përfaqësoheshin nga një koloneri, 2 oficer dhe kapiteni Standov që më pas u bë ambasador i Bullgarisë në Paris. Gjatë bisedës, kapiteni Standovi shpreu befasinë dhe pakënaqësinë për dorëzimin e Selanikut te grekët, pasi siç tha ai, ushtria bullgare kishte hyrë duke luftuar disa herë në Selanik, prandaj gëzonte të drejtën që të merrte në dorëzim